Taulan Balla ka bërë një përplasje shumë të rëndë sot me vendrin e doktorit. Shkoj Taulanti, bëri rëfim në SPAK, ka bërë kallëzimin për doktorin, je dini gjire gjatë tani, Klodi do të na rëfej për këtë gjë, që ndodhi sot në seancë, erdi zoti Balla, dhe gjitha, erdi Dendri, ti ishe më aktivi aty, i kapet të gjitha të avokatët, i mbërtheve aty jashtë, nuk u le pyetje pa berë, po këte po të them pra, nuk u le pyetje pa berë, tani na konkludo dhe na thuaj qishte kjo që bere, Klodi dhe që ndodhi aty. Shkurtimisht, zoti Balla, kreu grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ishte dëshmitar i pari prokurorisë posaçme në procesin e pagzuar me emrin Partizani, ku i pandehuri kryesor është ish kryeministri i vendit zoti Sali Berisha, dhe më pas është dhënë drejtia Marbër Maltezit dhe 4 persona të tjerë. Taulan Balla ishte i pari në listë për faktin se është kallëzues në këtë çështje penale dhe sipas listës që kishte përpiluar prokuroria, do duhet të pyeste personin që ka bërë edhe kallëzimin. Pyetjet e prokurorëve me thënë drejtë ishin shumë të shkurtra dhe kishin interes të dinin se ku ishte bazuar, në cilat fakte dhe të dhëna ishte bazuar zoti Balla për të bërë kallëzimin penal. Ai pretendoi në proces që kishte marrë të dhëna përmes medias apo përmes kërkesave për informacion në institucione të ndryshme për procedurën e privatizimit të ish klubit sportiv Partizani dhe tha që sipas tij kishte arritur të siguronte të dhënat pretendonte zoti Balla në atë kohë që i ngrinin dyshime që procedura ishte pa rregullt për privatizimin e ish klubit sportiv Partizani dhe që kishte pasur ndikim shtetëror dhe qeveritar në lidhje me këtë çështje për t'u favorizuar Marbër Maltezi. Këto ishin pretendimet që tha zoti Balla. Nisur nga këto të dhëna, i jam drejtuar tha prokurorisë dhe më pas prokuroria ka bërë edhe këtë hetim. Përplasja që erdhi me Marbër Maltezin, lidhe pra Marbër Maltezi dhe avokatët e zotit Berisha, por edhe të pandehurve të tjerë, e akuzuan gjatë gjithë kohës zotin Balla se ka qenë një dëshmitar i rrem, ka përdorur të dhëna të rreme në këtë kallëzim, sipas tyre i humbi kujtesa gjatë kohës që dha shpjegime, gjithashtu ata pretenduan që ka aksesuar të dhëna të tyre personale për të bërë këtë kallëzim. Seanca zgjati rreth 4 orë, sigurisht se çfarë vlere finale do të ketë për procesin dhe në vendimin e gjykatës, këto e vlerëson gjykata në raport me provat e tjera, por 2-3 momente duen vënë në konsiderat. Së pari zoti Balla tha që është një ditë e mirë për drejtësinë, por në momentin kur unë personalisht apo gazetarë të tjerë e pyetën për shembull për një kërkesë të mundshme të SPAK që mund të jetë në drejtim të zonjës Balluku, refuzoi të jepte shpjegime. Refuzoi të jepte shpjegime nëse është ditë e mirë për drejtësinë kur antarët Partisë Socialiste apo antarët qeverisë kanë ardhur dyshuar për korrupsion dhe po gjykohen nga drejtësia, pra ju shmang kësaj pjese. Gjithashtu zoti Balla tha që shpresoi sipas tij që të vinte sërish si dëshmitar për shkak të çështjes së 21 janari duke qenë kallëzues, por nga ana tjetër momentin që kalonte topi tek dera e socialistëve e shmangte përgjigjen. Ishin të polarizuar, pra nga njëra anë zoti Balla që pretendonte në gjithë dëshminë e tij që ishte vënë gjithë mekanizmi shtetëror në shërbim të Marbër Maltezit, dhe nga ana tjetër Marbër Maltezi që pretendonte që Taulan Balla ka shkelur ligjin, ka sjellë të dhëna të pavërteta dhe fakte të rreme në këtë raport. Tani se si kjo përkthehet me gjithë çështjen e madhe, mbetet për të parë sepse duhen parë dëshmitarët më pas, kundërshtime që do bëjnë palët, aktet e ekspertimit e tjera me radhë. Po në thelb kjo ishte seanca. Seanci gjatë, do kisha preferuar në fakt të ishte vetë zoti Berisha për të patur edhe atë debatin mes palëve, për të kuptuar edhe kontradikta që mund të kenë palët, ndërkohë që sa i përket faktit kur u pyet për zotin Rama, u përpoq ta shmangte, nga ana tjetër ju përdorën zotit Balla në atë seancë dhe disa deklarata të tij, ku një prej tyre ishte që ne nuk, pra pa e parë Sali Berishën prapa hekurave, nuk do të vdesim, ishte pak a shumë. Dhe për këtë arsye, pra Marbër Maltezi u përpoq të dëshmonte para gjykatës dhe më pas jashtë për opinionin publik, që në një farë mënyre Partia Socialiste përmes Taulan Ballës i ka dhënë disa detyra SPAK-ut dhe ato 10 detyra janë përkthyer në një akt akuz që sipas tyre është e motivuar politikisht. Pastaj nëse doni të futemi në teknikalitete, si u ndryshua plani për hapjes dhe vendosjes, cilat ishin të dhënat konkrete, këto pastaj është një histori shumë e gjatë. Tani sigurisht në ditët e sotme media është më mirë, por në ditët kur bëhe gjyqi Fatos Nanos,
media ishte ndarë, ne ishim diametralisht në kampet kundërt. Djathtas ne, majtas të tjerët, dhe vinin në salë për ta bërë dhe gjyqin ja bënin Fatostanos, me gjithse manipulonin dhe ata që ja bën dhe dolin një gjyqje sharake, se tani ne qeshim me gjyqin e Fatostanos, fitoj dhe pafajsin dhe të gjitha, po dilin tani dhe gjyqin ja bënin më shumë gazetarët, edhe pse ishte japur. Pra, ne duhet të ruhemi, kanë kaluar 35 vjetë, ne duhet të ruhemi nga kjo skenë, kur ti mund të japësh aty, dhe njerëzit e perceptojnë dhe shikojnë qartë. Zërin më të lartë në gjithë këte arenë e kanë provët. Provës i duhet dhenë shansi tani. Po s'ka provë, po janë dopta, po janë të forta aty të shifin. Të tjerat janë garnitur. Pyetja që bëra unë tani, që duhet të japin përgjigjen këta ore, ekspertët dhe prokuroria. Beqaj në 2 gjyqe, ishte 1 beqaj, apo ishin 2 beqaj? Ja këtë pyetje kam unë, të na përgjigjen prokurorët. Do t'i them dhe Rozhanit ta shkruaj t'i bëj kërkesë. Unë dëgjova që në gjyq kishim Rozhanit do t'i them unë të bëj kërkesë së prokurorisë dhe t'i thosh, me që kishim 1 beqe në kafas dhe 1 beqe jo në kafas, kishim 2 beqe apo 1 beqe? Një lajmë që ka dalë Ylli është pranuar kërkesa ati që të hiqet kafazi. Kështu që e kam lexuar në Po të e pare pëse së pranuar? Ka qenë fuqi në enercinë gjithë tjerë, kanë bërë kërkesë dhe është pranuar. Po jo, se është turp tani. Po mirë, dakord. Po është turp për shashgjërë, ja t'ja të regoja një të uaj këte. Dhe do të qesh me të madhe dhe thotë, jo që mirë që e kanë hek, ky pra serioziteti reformës së rëndësishme, kjo e transparencës se sa kjo e ka fazë. Jo, po dakord, më për rasti, kjo rasti beqe, e bëri që sharak rasti beqes. Po edhe për beqe, më mirë që e kanë hek se sa mës me hek. Dhe pse e kanë hek, nërsa na thotë Klodi. E vinim aty, më kanë bërë një kërkesë është marrë parasysh nga gjykata. Nano tani do të dilte të vriste me gjithë syzet i kishte të vriste. Pra, gjykata Ylli ka marrë një vendim të drejtë që ka vendos me heq kafazin për beqen. Ka marrë një vendim drejtë. Po patjetër. Proces është ky tani, ne presim që seancat të jepet lej dhe t'i ndjekim dhe t'i shohim. Ilir Metën, Monika Kryemalin, bashkë, Veliajn, e tjerë, ne t'i shohim me gjyqet dhe popullata të thotë të bindet për atë që ka ndodhur dhe po ndodhur. Jo duhet jetë. Kjo është dhe me transparencë pastaj nuk ka burë nëna kur t'i shikoj ato të hap gojën dhe të flasë. Kalojmë në një moment tjetër që unë besoj ka lindur tani në Partinë Socialiste për herë të parë, se aty tani në opozit linin shumë grupe fraksionet gjitha, po aty ka lindur dhe tani një gjë tjetër. Elisa Spiropali kërkon pa tjetër të përjashtohet. Ndryshe nga Partia Demokratike tani që doktori urdhëroi që Saliani u vetë përjashtua, iku vetë, domethënë, këtu kjo kërkon të përjashtohet. Ka thelluar disidencën ndaj Edi Ramës, duke sfiduar që ta përjashtoj. Ja le të ndjekim që ka thënë Elisa Spiropali. Më përjashto, nëse qëndrimi im për mënyrën si po funksionon partia, qeveria, shteti, konsiderohet arsye për përjashtim, atëherë po e them qetë dhe qartë, më përjashto. Jo si sfidë personale, jo si dram politike, jo si show mediatik, por si provë se problemi nuk është e fjala që ngresh qetësim, por te sistemi që shqetësimin nuk e duron. Nuk kam sulmuar Partinë Socialiste, kam kritikuar modelin që në disa aspekte po dëmton edhe Partinë Socialiste. Nëse të kërkosh që institucionet të mos kontrollohen, personalizohen, instrumentalizohen, është faj atëherë më përjashto. Nëse të kërkosh garë e merit brenda e jashtë partisë është faj më përjashto. Nëse të kërkosh që socialistët të mos zëvendësohen nga një model drejtorokracie, ku kontributi politik zbehet përballë kontrollit administrativ, që nga mungesë disipline, më përjashto. Nëse të mendosh se pushteti duhet të njohë vetë kufizim dhe nuk duhet të njësohet me strukturat që e rrethojnë, që nga herezi e papranueshme, më përjashto. Një formacion politik ku askush nuk kundërshton, nuk është i fortë, është i heshtur dhe duhet të ruajtur nga zgripi. Shumë struktura kontrolli mbahen jo aq nga forca e tyre, sa nga përfytyrimi i rrejshëm që të tjerët kanë për forcën e tyre, për mekanizma që mbjetojnë nga frika që prodhojnë. Nëse nuk dakordsohemi as për kaq, më përjashto. Nëse nuk respektohet e drejta të flas, madje edhe të bërtas, kur familja ime politike fillon të ketë frikë nga fjala, nuk ka dilem. Zgjidhja është një, më përjashto.